Jepini çmimin gjestit, për ndryshe jashtë çfarë ndodh, ish banori Big Brother VIP i bën thirrje publike Top Channel-it. Ish banori Big Brother VIP i ndrit morati, por edhe stresi kanë bërë deklarata ironike që po bën xhiro në rrjetet. Ishte i ndriti i pari ai që publikoi një video në TikTok ku i drejtoi publikisht Top Channel-it duke sugjeruar që gjesti duhet ta fitoj patjetër çmimin e madh të Big Brother VIP, teksa shprehej i bëj thirrje publike Topi që t'jap çmimin e parë gjestit, se po se fitoi ka për të marrë Luana, ka për ta futur edhe 3 muaj te ferma VIP, se nuk rri ai pa e fituar çmimin në këtë lloj formati, u shpreh ai. Kujtojmë se ferma VIP 2 ka nisur vetëm pak ditë më parë me prezantuese Luana Vjollca si moderatore dhe Albano Bogdan si kryeplanku e fermës, teksa menjëherë ka marrë edhe projektorët e vëmendjes, teksa siç shihet edhe nga klikimet Big Brotherit tani që po i vjen fundi, prajmet janë me shikueshmëri më të ulët. Duket se personazhet janë konsumuar e tashmë edhe historitë dhe debatet e tyre duken si një melodi e dëgjuar më parë. Nga ana tjetër, pa ironi, ka shkruar Spresi, i cili ka shprehur besimin e tij të plot për gjestin, duke i quajtur atë fitues të padiskutueshëm sipas tij. Teksa ka lënë një koment, fituesi padiskutueshëm i datës 19 prill, ka shkruar ai, teksa ky koment kanë shpërthyer dhe reagime të shumta nga ndjekësit e dy personazheve, duke rritur më tej emocionet rreth dinamikës dhe fituesit potencial. Në një sondazh të bërë së fundmi, me të gjithë banorët e ngelur, gjesti ishte në vend të parë me 33% të gjithë votave për fitues, teksa në vend të dytë renditej Rozana me 29%. Pritet të shihet se kush do të jetë fituesi i këtij edicioni të 4.